Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot do ndaj me ju 2 receta ëmbëlsirash të shpejta, pa pjekje, të thjeshta dhe me pak përbërës. Kjo recetë e parë është shumë verore. Nëse në shtëpi ju gjenden pjeshk, duhet ta provoni patjetër. 3 pjeshk të mëdha, i lajm, i pastrojmë nga lëkura, i ndajmë në copa dhe i vendosim në blender. Në blender do shtojmë edhe 300 ml qumësht dhe pasi ta kalojmë në blender, masën do ta vendosim në tenxhere ose në një tigan të thellë si në rastin tim. Do shtojmë 2 lugë sheqer dhe 2 lugë niseshte. Masa e sheqerit është në varësi se sa të ëmbël e dëshironi, por duke qenë që pjeshkët ishin mjaft të ëmbla, unë kam shtuar vetëm 2 lugë sheqer. E përziej masën në zjarr të ngadalt vazhdimisht derisa të trashet. Dhe pasi ka marrë këtë formë, do ta vendosim në forma ose në gota ose në çfarëdo lloj ene që ju gjendet në shtëpi për ta servirur. E dekorojmë në sipërfaqe me pak pjeshk dhe në xhik si në rastin tim dhe e keni gati. Siç e pat, është ëmbëlsira më e thjeshtë në përgatitje, por duhet ta lëni që të ftohet plotësisht, kështu edhe do të mpikset. Dhe e keni gati për ta shijuar. Filloj me recetën e dytë, është edhe kjo një ëmbëlsirë shumë e thjesht, është sultjash me krem karamel. Duhet ta provoni patjetër pasi ka një shije dhe një aromë fantastike. Fillojmë pa humbur kohë, ju nevojitet një gotë oriz, orizin e lajm para, unë gjithmonë e laj dhe do ta zjejmë pak me ujë dhe gjysmë të zjerë do ta vendosim në tenxhere dhe do shtojmë 3 gota qumësht. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Do shtojmë 100 gram sheqer dhe do vazhdojmë ta përziejmë në zjarr të ngadalt derisa të jetë gjysmë i zjerë. Do përziejmë 2 lugë niseshte me pak ujë. Do ta përziejmë mirë derisa të bëhet një masë e njëtrajtshme. Nëse jeni duke parë këtë video, do doja shumë që të mësoja se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës jeni duke më ndjekur. Pasi kemi përzier niseshten me ujë, siç e shihni, orizi është pothuajse i zjerë plotësisht, por do ta shtojmë edhe masën e niseshtes dhe do vazhdojmë përzierjen edhe për pak derisa të trashet masa dhe të bëhet një masë kremoze, shumë e mirë. Ja, si që shihni, dhe tani që është gati e servirim në gota apo në forma që ju dëshironi. Këto masat që unë kam përdorur në të dyja ëmbëlsirat janë për 3 persona. Pra, nëse dëshironi të përgatisni më shumë, duhet të shtoni masat e përbërësve. Pasi kemi vendosur, i lëm të mpiksen pak, pra të ftohen, dhe në sipërfaqe do shtojmë krem karamelin duke hapur shumë mirë me kujdes. Unë kam përdorur krem karamel të gatshëm. Gjithashtu kam shtuar edhe pak arra të grira. Mund të shtoni çfarëdo lloj fruti të thatë që ju preferoni apo që ju gjendet në shtëpi. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni pasi ka një shije dhe një aromë fantastike. Dhe siç e shihni, janë gati. Cila nga të 2 recetat ju pëlqeu më shumë?